Unë jam i smur nga epilepsia që 50 vite, pe klasës 4. Mu për shembull mas pari më pengon drita, edhe në xhami kur shkoj duhet më unë shkryt nuk do më pa drita se ma hub vedijen. Diku natën më thu për shembull në kerr, kur shkojnë ditët e gatës guxoj mi kqyr. I vetëm në familje që e kam. Xhamia është një sen që t'jep men të mëson. Në xhami njeri kur shkon ai duhet me ditë se gjestet mira kam mësu, senet mira kam mësu, se ty be hoxha nuk mëson për senet këqija. Shoqën. Po, se pa shoqën edhe kur shkoj dikun vetë nuk më shku pa ato. Që qëndron. Shoqën. Po, se pa shoqën edhe kur shkoj dikun vetë nuk më shku pa ato. Xhamia pret pas se tash edhe pak vjen djali. Sa fëmijë kim fal? I kam 6 djem e 2 qika. 2 qika i kom të martum, 4 djem i kom të martum. Përshëndetje. Përshëndetje. Ç'është kem? Po i mirë duhet me thonë dhe i qëtove. Qëka ti bësh në ato, qëka thonë i lumi Allah. Me halli me derte? Po i po ka përcejmë diqysh. Që tha saj për këtë me unë jam i smur nga epilepsia që 50 vite. Po, pe klasës 4. Tash që ku mu 60, për shkej për 61. Dola pak, tash me shku me falë direkën. Edhe falesh. Qëka ti bësh? Tregon ç'është është sëmundja e epilepsisë. Po, mu për shembull mas pari më pengon drita. Edhe në xhami kur shkoj duhet më unë shkryt nuk do më pa drita se ma hub vedijen. Diku natën më thu për shembull në kerr, kur shkojnë ditët e gatës guxoj mi kqyr. Faktikisht alkoholin që përdorën veç ata spijet, djekset, sjaçët. I vetëm në familje që e kam. Sa e morë këtë drejtim që është e kem çdo musliman. Po këtyre, xhamia është një sen që t'jep men të mëson në krejt për senet të mira. Edhe shkolla ashtu. Në xhami njeri kur shkon ai duhet me ditë se veç gjestet mira kam mësu, senet mira kam mësu, se ty be hoxha nuk mëson për senet këqija. Apo e njën vetin shpirtnisht ma let pasi që ti praktikon 5 kona. Po. Shumë ma let e kije. Se po t'jep ders, pengon, shumë ma let e kije. A t'ka vë mu dorëzu në jetë me këto, që ti tash përballesh. Po këtyre njeri zbën më dërzuhe, dhe ku ka thonë Allahi aty. Ku ka thonë Allahi, mos ki ku me shku. Qëka ti bëjsh, se sa ti në kom të, zbën më dërzu kur. Që qëndron. Shoqën. Po, se pa shoqën edhe kur shkoj dikun vetë nuk më shku pa ato. Xhamia pret pas se tash edhe pak vjen djali. Sa fëmijë kim fal? I kam 6 djem e 2 qika. 2 qika i kom të martum, 4 djem i kom të martum. 7 një pesha i kam, 7 nipa. Vesh me djelve, po ato qikave kërgjë. Qëka ti bëj tash? Tash të bu. Banojmë që ati dy korriku, të vorë të shkjerë. Që aty jem shpia tona e kemë sa i përket. A mendon që njerëzit e drejtë sprovohen këtë jetë? Po e këtyre tash aty Allah i din ato punë mas mirë. Na s'munëm aty i përzin punë ty, na i din ato. Që ti bëjsh, ju falenderoj që ika. A le është mirë, a mund është një mesazh me ata? Qka? Gjithë ndjekësit e historisë të jetës. Një mesazh, një këshill. Qka ti bëjsh, qka më ju thonë djallë ai? Njeri gjithmonë duhet me kujtu të mirën, një sen, ka shtakona me ta bo dikush të me se bo kërku hiq. Ditën